Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miratoi strategjinë për forcimin e kapaciteteve për hetimet financiare dhe konfiskimin e pasurisë për periudhën 2025-2028 së bashku me planin e saj të veprimit. Vendimi u publikua nga zëvendës kryeministri përgjegjës për politikat e qeverisë së mirë, Arben Fetaj. Pas këtij dokumenti pasqyrohet angazhimi i palëkundër i qeverisë për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin duke fuqizuar institucionet përgjegjëse përmes një qasje të strukturuar dhe sistematike që synon rritjen e efikasitetit në konfiskimin e pasurisë së paligjshme. Fetaj njoftoi se kabineti i tij do të luajë një rol qendror në koordinimin dhe mbështetjen e këtyre përpjekjeve duke garantuar angazhim të vazhdueshëm për realizimin e kësaj strategjie. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut premton zgjidhjen e problemit me vendet e punës së infermierëve. Nga Tetova, Azir Aliu takoi infermierët e Spitalit Klinik. Ato janë pjesë vitale e sistemit, kështu që neve dëshirojmë apo s'dëshirojmë dhe duhet sa më shpejt të bëjmë zgjidhjen e këtij problemi. Besoj se shumë shpejt do të zgjidhet, duhet të zgjidhet përpara afateve të ligjore që neve do të mund të bëjmë zgjidhjen e këtij problemi, domethënë ajo është diku një muaj e 10 ditë maksimum. Infermierët e Spitalit Klinik të Tetovës disa ditë radhazi protestuan për marrjen e pagave dhe zgjidhjen e statusit të tyre të punës. Rreth 140 infermierë të këtij spitali vazhdojnë të jenë pa vendime pune, ndërsa disa prej tyre punojnë prej më shumë se 10 vitesh. Krerët e institucioneve të pavarura në Shqipëri do të raportojnë për ecurinë e veprimtarive të tyre në Kuvendin e Ri. Sipas kalendarit të punimeve në komisionet të Kuvendit, SPAK nuk do të raportojnë në Komisionin e Ligjeve më 24 qershor, sikurse ishte parashikuar në kalendar. Në punimet e Kuvendit parashikohen dhe 2 seanca të tjera, një nga 26 qershori dhe një të fundit më 3 korik, dhe në asnjërin prej tyre nuk është parashikuar raportimi krerëve të institucioneve apo miratimi rezolutave për ta. Pas zgjedhjeve, komisionet parlamentare dhe seanca plenare kanë pasur vështirësi për të zhvilluar mbledhje për shkak të mungesës së deputetëve, sidomos të atyre që pas 11 majit kuptuan se nuk do të jenë më deputet në 4 vjeçarin e ardhshëm. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Joro, dhe tha se shumica e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian janë përheqje të masave ndaj Kosovës për duke udhëzuar qeverinë që të mos ketë veprime të pakoordinuara në veri. Në intervistë për Radio Televizionin e Kosovës, Rode tha se shtetet ishin gati edhe vitin e kaluar. Megjithatë, siç ka theksuar ai, pati disa veprime të pakoordinuara në veri të vendit dhe disa prej shteteve anëtare kanë kërkuar përshtyrie. Kosova duhet të ndërmarrë hapat e saj dhe të mos bëjë hapa të pakoordinuar, paralajmëroi ambasadori i Gjermanisë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, komentoi dështimin e 33 të seancës për Kuvendin duke theksuar se situata kërkon zgjidhje politike dhe bashkëpunime partive. Aziri nënvizoi se pa marrëveshje politike, problemi nuk mund të zgjidhet përmes procedurave. Sipas deputetit të LDK-s, mos menaxhimi i suksesit të nëntshkurtit të partisë së parë fituese është dështimi i madh dhe se është momenti i fundit për të marrë përgjegjësi dhe për të gjetur një formulë politike që do të zgjidhë krizën. Situata në cilën gjendemi ne kërkon zgjidhje politike. Kemi 3 opcione, njëri prej cilëve është propozuar nga kryetari i LDK zoti Avdi Xhiku. 15 pika janë të propozuar, parti tjera që besojnë të jenë pjesë e këtij propozimi opcional për një qeverisje kalimtare mund të propozojnë çështje të tjera, është i hapur edhe për modalitetin edhe për formatin e qeverisjes në mënyrë që me kalu këtë fazë kalimtare bashkërisht. Pa një marrëveshje politike, situata si tillë nuk mund të zgjidhet përmes procedurave apo përmes çështjeve procedurale. Sipas tij, mandati i deputetëve po bllokohet, duke i vendosur në një pozitë shumë të ndërlikuar, duke shtuar se është koha për përgjegjësi të madhe, ku partia kryesore duhet të marrë nismën për të gjetur një rrugë dhe marrëveshje politike. Me mendu racionalisht dhe me fillu me bë vlerësim politik, nuk i komenon situata në mënyrë absolute, mos menaxhimi i suksesit nëntshkurtit për partinë e parë është për të menduar ku është problemi, sepse është në përgjegjësinë e tyre me pas zgjidhje në implementimin e rezultateve zgjedhore, në bashkëpunim me tjerë. Kështu është Kosova, kjo frima kushtetuese, detyron bashkëpunim. Mos menaxhimi i suksesit është dështim më i madh se gjithçka tjetër në politikë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.